Back to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve ashtu sikur se çdo të njëjtë pak pas orës 22 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio për të gjithë juve që humbisni programin premier në Top Albania Radio apo në kanalin 10 në Digital. Mund ta aksesoni këtë intervistë në platformën zyrtare të Top Albania Radios në YouTube, kurdo që ju të dëshironi. E dini me kë do jem sot në studio? Sot në studio do të jem me të djathtën e ekranit të fëmirisë sime. Dikur mezi prisnim të kuptonim se cilat do të ishin ngjarjet kulturore, artistike, muzikore, filmat në RTS, dhe në atë ekranin e vogël ku për shkak të energjisë elektrike dhe tensionit të ulët bëhej një vizë e zezë lart dhe një vizë e zezë poshtë, në të djathtë ishte një trup i drejtë me flokët kaçurela që thoshte mirëmbrëma. Ju njohim me programin javor. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen në studio Ardita Mullaj. Të falenderoj dashur Kozet për këtë prezantim, se na solli tamam back in time ose back into beginning, pikërisht në kohën kur unë u zgjodha imazh në radio televizionin shqiptar të asaj kohe, dhe ka qenë pikërisht vitin 92, kërkoheshin imazhe të reja, rastësisht e marr vesh, dhe kur fitova, më duke një gjë e pa imagjinueshme, sepse televizioni kam dashur gjithmonë. Prit, se mora I bjesëm shumë si shkurt kësaj. Dakord, mësove rastësisht që kërkoheshin imazhe të rinj. Atëherë, është vërtet shumë. Dua ta nis edhe çik më përpara. Janë ato energjitë e brendshme të secilit nga ne që e shohim një gjë, na duket e pamundur, duke adhuruar nga lart. Të gjithë personazhet e radio televizionit shqiptar, sa ishte I vetmi, I shikoja, kaloja nga televizioni fëmijë, e adhuroja dhe thoja çfarë kënaqësie është punosh këtu. Një ditë të bukur, te Shallvaret, një shoqja ime ngushtë gjimnazit, komshie me njërin që prezantonte lajmet dhe thot asaj, televizioni ka kërkuar imazhe të reja. Dhe unë dëgjoj dhe them, vërtet? Aman, vetëm ta provoj. Më jep mundësinë vetëm ta provoj. Sinqerisht? Po. Ajo më çon, më prezanton me Dimitër Gjokën. Ai më shikon, më thot, okay, do t'japim një tekst ai vajzës, do ta vëm përpara kamerës dhe do shohim si funksionon. Po. Marr tekstin. Emocionet bën veten, unë vetëm bëra rrumuj, zhurm, lapsus e pafund, dhe në fund ajo që isha unë ishte, kishte programin për sot, faleminderit natën e mirë. Kjo jeti, më tha mua Dimitri. Pikërisht kjo jeti. Kjo buzëqeshje e bukur që ti ke me këtë zë dhe mënyrën e qasjes së të folurit, kjo jeti. Unë do punoj me ty. Dhe kështu nisi. Por më tepër në disa vite tranzitore, në fillimin e viteve 90, një Shqipëri e varfër, e cila po pësonte një katarsis, një ndryshim të politikës, të shoqërive, të gjithçkaje tjetër ku gjithçka është e pasigurt, sapo kishin ndodhur ambasadat e Korrikut, eksodi I marsit të vitit 1991, karrocat me kuaj që vinin akoma në qytet, pra një qytet mediokër për një njerëz që dëshironte të bënte televizion. Si ishte jeta në televizion me këtë jetën jashtë televizionit, këtë jetën e varfër, të këtyre njerëzve që mezi ja dilnin, që nuk dini se cila ishte e nesërmja e tyre. Ke shumë të drejtë, sepse ndodhen aq shumë gjëra, siç përmendë Korrikun, famshëm të hyrja e parë nëpër ambasada, pastaj vjen rënia e bustit, dhe pikërisht mbas rënies bust mbaj mend atë ku kam filluar. Por ka një gjë me gjithë ai realiteti zymt I kohës, ti e fshin përpara pasionit që ke, që ishte televizioni. Pra televizioni në momentin që ti u bëre imazh, për mua ishte gjëja më e mrekullueshme dhe më e pa imagjinueshme për kohën. Unë akoma nuk e dija vlerën e punës që bëja, sepse duke vetja si ëndër. Pra një njerëz që ti del çdo mbasdite dhe thua mirëmbrëma të nderuar shikues. Ju njohim me programin e nisi me edicionin, pastaj me lajmet, pastaj me këtë, do lidhemi drejt për drejt, dhe pastaj më bë si punë dhe akoma dhe është e çuditshme se ndonjëherë ti vlerën e shikoje tamam kur ti shkoje nëpër miq ose nëpër lokale ose nëpër vende ku duhet blije, dhe njerëzit të shikonin, ua sa ndryshe je ti nga ekrani, ose se të takonin, të shikonin kështu si një gjë që nuk preket. Kur ndërkohë isha një vajzë me moshën time, një njerëz që duhet ta jetojë jetën, pavarësisht të gjithës. Por Tirana kishte filluar të ndryshonte, kishin filluar të hapeshin ato ambientet e para, të dëgjoj pak muzikë mirë, sepse hyri muzikë e re, dolën grupet e para. Pra kishte filluar ta shikoja unë për vete, e shikoja gjithmonë me këtë këndvështrimin.
tim të Tiranës së ndryshimit, po jo, e kisha zberu këtë anën e errët të ndryshimit të tranzicionit, sepse për momentin isha e fokusuar te kjo bota ime. Është e çuditshme, po kështu ka ndodhur. Përpara se të vinte ky njoftimi rastësor, më përpara në shkollë, nuk e di, diku në grupime, atë çonte zysh aty Ardita për të recituar ose domethënë pra ti kishe një lloj indicie që doje të ishe në qendrën e vëmendjes. Nuk ishte rastësi. Dgjoj, jo tamam në qendër të vëmendjes se sa pasioni që kam pasur, sepse unë edhe vogël kam qenë në pallat pionierëve, merresha me recitimin, sepse kam bërë shumë aktivitete dhe kam qenë fëmijë shumë trazavaç dhe me shumë dëshirë për të bërë. Në lagje për shembull, të lagje organizoja koncerte. Vidhja gjithë pleqt e lagjes, i vija karrige, merja gjithë kalamajt, se kam qenë si tip si një komandante dhe për festa, për shembull, unë prezantoja, këngët, recitoja, ishte shumë qejf dhe e kam pas gjithmonë këtë, ose imitoja aktorët, fisja për aktorët dhe kisha shumë dëshirë të imitoja. Dhe pastaj kjo vazhdoi edhe në Petronin, se aty e kam mbaruar gjimnazin, vindin shumë grupe nga televizioni, mbajmon Ëngjë Ndoce bënte këto emisione rinore dhe na merrte në xhironde. Pra e shikoja që ata tërhiqeshin nga portreti im. Ti je figurant ose të flisnim në për këtë. Dhe doja e kisha dëshirën edhe në film kur donin të më merrnin, isha kështu dhe jam unë. Nëse kalamajt e tjerë kishin pak shajn, unë isha direkt e dhënë. Me fjalë doja kamerën. Që e vogël në mënyrë subkonsciente dhe pa e kuptuar. Vitet 90 janë vite që unë i kam dashur gjithmonë, sepse kam qenë një fëmijë i vogël 8 vjeçar, shumë gjëra nuk i kam kuptuar atëherë, i kam kuptuar me kalimin e kohës. Janë vite të preferuara të cilat i kam jetuar si dëshmitare, kam shkruar, kam pasur dëshirë të merrem me detaje që lidheshin me jetën kulturore, artistike dhe sociale të asaj kohe, dhe më vjen shumë mirë që nëpërmjet kësaj interviste unë do kujtoj ca këngë, ca muzikë të viteve 90 për ta shoqëruar këtë bisedë. Edhe ndoshta mund të ishte për shembull Ardita ka filluar në vitin 1992, okay, unë po kaloj tek një këngë e vitit 1994 për shembull, Ecën në shi. Transmetojmë Ecën në shi, grupi Nix. Edhe futemi komplet në ato moodet e viteve 90, ndërkohë që vitet 90 kishin edhe këngët e huaja që na ndikonin, do kalojmë edhe tek ato. Kështu që gjithsesi ishte një prurje shumë e mirë e grupeve të reja muzikore dhe ishte qasje shumë e bukur e muzikës së vërtet të mirë të rockut, grupet që po ulzonin, pra mbaj mend atë festivalin e famshëm të 91-shit, të 92-shit. Që ishte ndarë me natën e grupeve. Ka sjell një risi të jashtëzakonshme. Ka qenë nga festivalet më mbreslënse për mua. Imagjinoj ishin për mua, jo ty, që shikoja nëpër korridore atje. Po, se tash unë isha bërë pjesë e televizionit asaj kohe dhe isha gjithkohës me atë vrudhin e festivalit, ajo qefi që ti je pjesë, që do thuash tani po lidhemi drejt për drejt me natën e dytë të festivalit, ku diun. Janë gjëra që të mbesin në memorie. Dëgjojmë këngën dhe kthehemi përsëri në bisedë me Arditën. Back to the beginning. Kemi dëgjuar Ecën në shi, grupin X. E folëm pak me Arditën dhe pak momente më përpara për prurjen e grupeve, po edhe për mënyrën se si kjo muzika po jeton ende sot. Do të thënë këtë këngë mund ta dëgjojnë dhe mund ta këndojnë sot fëmijë të cilët as nuk kanë lindur në vitin 1994. Kanë lindur shumë vonë, por këtë këngën e Sandrit e këndojnë të gjithë kudo ku e këndon ai. Kështu që me sa duket këto janë ato, këto janë ato gjurmët e këngës, të Arditës tek e djatha e ekranit. Ka ca gjëra që janë memoria jonë dhe unë gjithmonë kam menduar që nëse njeriu nuk ka memorie, nuk ka kujtime, nuk ka se çfarë tregon, gjithmonë më ka dhënë ide në një letre poshtë që ti do të shkruash, por nuk shkruan dot. Po nuk u lidhe me të shkuarën për të përqafuar të tashmen dhe për të ecur drejt të ardhmes, e kemi shumë vështirë se shumë herë harrojmë të shkuarën tonë. Po ajo shkuara është aq e rëndësishme sa s'ka, aq më tepër ku ka pas art. Po jetojmë në cakora e dashur Kozet që të tërhequjmë atë. Bingo për të dëgjuar një muzikë të mirë, një tekst të mirë, një këngë të mirë për prezanton, se tashin të rinë sot. Megjithatë ti the një gjë të bukur tani. Ecën në shi pëlqej edhe nga vrizëria. Po, patjetër që po. Që më pëlqen fakti që këta të rinë e kanë filluar ta ndjejnë muzikën e mirë, e kuptojnë kush është e mirë, kush është komerciale, kush ecën për momentin, kush mbetet. Është si ajo që ti bën atë koncert i mirë. Kështu që edhe ajo është një lançim shumë i bukur i artistëve në kohë, me këngë që të gjithë ne bëhemi nostalgjik për t'i prekur dhe për të sjellë rinin ton. Shkove si prezantuese programi në RTS. Në RTS-n e sotme dhe në TVSH në asaj kohe, kur ishte e ndarë me TVSH dhe me Radio Tirana.
sa kohë, po pastaj Ardita, unë mend që ti i angazhuar më vonë në televizion edhe me gjëra të tjera. Po, është shumë interesante sepse në kohën që unë isha në televizionin shqiptar dhe isha një prezantuese kryesore, sepse dilja në darkë dhe thoja mi mbrëma ose natën e mirë, po konkurroja për artet, për aktrim. Në vitin e parë nuk fitojnë, në vitin e parë mbyllet, në vitin e dytë nuk fitoj, në vitin e tretë insistoj të futem. Ka shkëm ngurse. Po, pra sepse 3 vjet pa provuar një gjë tjetër, vetëm aty o s'ka. Po, është e çuditshme, doja artet. Ta thash kur ishim fëmijë, bënim spartakiadat, provat tek universiteti i arteve aty dhe i shikoja ato artistët, studentët, i adhuroja, shumë e çuditshme. Ajo që ti në fëmijërinë tënde, si televizionin, si filmin, e kam tërhequr shumë. Prandaj thoya që imitoj aktorët, e doja filmin shumë. Që e vogël më merrnin edhe si figurante. Dhe mbaj mend, atëherë ishte filmi Kolonel Bunkeri i Çashkut, isha shumë e dëshpëruar nga fakti që nuk e fitova shkollën, dhe më thotë Çashku, ke qejf punosh me filmin? Pse jo, i thash unë. Po çfarë do të bëj? Çaku, më tha, mu do ndihmosh dhe Jola Manin, vajzën e Piromanit, për të script continuity. Po mu i thash, vi lash televizionin për të bërë Çakun. Dhe gjithë çuditën, si le njëri televizionin. Mora leje. Çaku është ajo bardezia e skenave. Një gocë që del aty thotë një mbrëma, ikën, se edhe unë jam pak kështu për të shkuar drejt pasionit ti. Aty pastaj marr rolin tim të parë, që jam gazetare me kufje, që duhet të intervistoj Kim Qeriaqin, që ishte aktori kryesor ai koloneli që vjen me një akt heroik që ka bunkerizuar gjithë vendin, edhe unë duhet ta intervistoj atë njeriu. Që ka qenë momenti im i parë dhe shumë domethënës që më futi edhe më tepër tek bota e filmit. Fitoj më në fund, edhe aty i them pastaj televizionit lam të mirë. Pra hiq dorë, sepse në kohën që unë fitoj shkollën, ata kishin një ligj, një rregull të çuditshëm që ti nuk duhet të punosh me asnjë sepse kamera të ftohtë, kamera të bën, sepse ishte metoda Stanislavskit që ne duhet ta përjetonim personazhin, ne duhet futeshim në rrënjët, në lëkurën e personazhit, kështu që aty kamera në vetvete të bën të ftohtë Ardita. Po më i thash, e lëm, aq shumë e doja sa që i thash lam të mirë televizionit për kohën. Pra e mora atë që doja nga televizioni i kohës, pavarësisht se në një media më thanë Ardita që i thot lam të mirë televizionit, po nuk është kështu, se unë jam njëri mirënjohës, ky televizion më dha, më solli, më bëri të famshëm, bëra shumë puna atë kohë, por njeriu i ndiq ka pasionet e veta. Kështu që mbarova artet, punova me shumë filma, erdhi Dasmë Sakos, më erdhën ca filma sepse unë kam pasur fatkesinë e madhe që më merrnin për mbesën që vija nga Italia, nga Amerika, është shumë jashtëse se duket. Dukesh. Mirë Koçi këtë thonë, gocë për ty nuk gjejmë dot role, se më mori dhe ai në një rol te Tirana vitit 0 dhe ma hoqi, rol shumë i bukur. Arita kemi probleme ty, nuk ka rol për ty. Si t'ja bëjmë, i thash, s'ka. Je shumë jashtëse, vërtet është. Duhet marrim për role kështu. Po gjithsesi e fusja kokën se kam punuar pastaj edhe me filmin shumë. E doja filmin. Kam punuar në script continue, në produksione, në role, në shumë. Në fjalë, e kam ndjekur pasionin tim. Shihemi këtu te filmat, edhe në këtë sektor, sigurisht që ato ngjarjet kinematografike të para viteve 90 ishin më të shumta, më të ekuilibruara, vërtet më të kontrolluara, patjetër për shkak të ideologjisë, por shumë prodhim. Ndërkohë filmi pas viteve 90 u bë shumë i vështirë, u bë një terren gati i paprekshëm. Megjithatë, prap vitet 90 janë vite shumë të mira të prodhimeve të filmave. Mendosh Kolonel Bunkerin e Kujtim Çashkut ka një produksion të jashtëzakonshëm, ka skena masive të mrekullueshme, sepse flasim për një kohë historike, se Çashku gjithmonë prek tema historike që ishte bunkerizimi i vendit. Dhe filmi në vetvete është film shumë i mirë dhe ta sugjeroj ta shohësh, është një bashkëprodhim i parë që ne vjen një aktore polake jashtëzakonshme që luan rolin e gruas së Kim Qeriaqit, të pianiste, dhe aty kemi kontraditën e parë, çfarë na duhen gjithë bunker, ku ndërtohen rrugët. Pra është një film që flet për një histori shumë të trisht të vendit tonë. Prandaj pati feedback shumë të mirë, pavarësisht se nuk njihet shumë. Pastaj filmat, se regjisorët punonin, sillnin filmat mirë me pasion. Filmat atëherë janë bërë me pasion, nuk ka pas lekë dashur, po atëherë ishte një pasion i jashtëzakonshëm, ne punonin të gjithë për pasion. Lekë s'kishte, po pasioni ishte i madh. Megjithatë, unë gjithmonë kam thënë që pasioni do ushqyer, edhe çifti më i dashuruar në një ishull nuk mund të hatër jetën në arra kokosi. Do vi një moment që do hanë njëri tjetrin. Absolutisht, jam shumë dakord edhe me këtë që thua. Duhet të ketë një ekuilibër në të dyja, se edhe me pasion nuk jetohet e dashur. Prandaj pasioni do ushqyer. Prandaj, kështu që duhet edhe kjo gjëja tjetër, por
Neve kështu ishte ajo kohë. Megjithatë ishte kohë e bukur për mua, për si brezim, sepse kam jetuar vërtet gjëra që kam dashur. Nëse nuk do kishe punuar në televizion, në film, e ke menduar ndonjëherë si mund të ishte jeta jote? Kush mund të ishe ti? Më të pëlqen të merresha me produksione. Më pëlqen dhe produksioni. Pjesa e backstage-it. E backstage-it, e PR-it, sepse kam arritur të njoh veten që jam një shitse shumë e mirë, me fjalë, se e kam bërë dhe marketingun, unë kam bërë shumë punë dashur. Kam punuar dhe në marketing, kam organizuar dhe evente për Tiranë. Pse të habit kaq shumë pse të habis kaq shumë unë? Para se të takoheshim në studio, Arita tha, ti je kudo, sa shumë gjëra që bën. Po, unë kam qenë, e ke parasysh habitesh me pacientë kur je nga ata. Jam, po kam qenë në një kohë që ishte më soft gjëja dhe tamam më merrnin për ta bërë këtë. Kurse ti e bëre vet nga A-ja të Z-ja. Pra ti ke qenë iniciatore e gjës, edhe shumë konsekuente në gjën. Pra ti je një indipendente. Kurse unë kam qenë një të kanë ftuar për të bërë diçka. Më kanë ftuar për të bërë, më kanë bërë të bëj këtë punën këtë dhe ka rezultuar që e kam bërë mirë, sepse aty se ti edhe një veten pastaj ku je, ku si je, po e kam parë veten që jam goxha shumë dimensione. Arita, në mesin e viteve 90 lindën mediat e para private, radiot e para private, televizionet e para private. Ti ndërkohë ishe shkëputur, në këto kohë ishe shkëputur, por a ndjehi kërcënim për njerëzit që kishin bërë televizion të parët në RTS? A doje të bëhesh pjesë e këtyre strukturave private apo për shkak të ndjesisë të panjohurës nuk i afruar? Përkundrazi, hapja private ishte gjëja më e mirë sepse eksperiencë ndryshe. Unë mbaj mend, për shembull, duhet ta them këtë, në ditën e parë ku Top Albania Radio e kishte zyrën tek rruga përballë te bulevardi Zogu i parë, te VV Center, pikërisht përballë Londonit. Aty kam takuar të ndjerin dhe të mrekullueshmin dhe inovatorin e gjithë këtij produksioni të mrekullueshëm që sot është Top Albania Radio. Që është top on top, channel, top of the top. Dhe ai fliste me një pasion të mrekullueshëm dhe unë isha kështu. I thash, kam shumë qejf të dal tek mikrofoni dhe të jap një urim për radion tënde. Po, dhe aty kam dalë për herë të parë, se aq pasionanca që ta injektonte pasionin dhe ti pa dashi fyre. Po unë kisha thënë stop televizionin sepse tash kisha filluar me Akademinë. Dhe aty kam dalë për herë të parë me zërin tim duke uruar ditëlindjen dhe një fillim të mbar të Top Albania Radio, sepse punonte Bojken, ishin ato zanafillat e para që Topi po merrte një formim. Pra ishte radio e para, pastaj erdhi televizioni. Dhe aty ka qenë e para, pastaj ka ardhur TV Arbëria, pastaj ka qenë TV Klani. Unë vazhdova prodimet e mia në Klan në momentin që mbarova shkollën. Kam punuar në Klan, pastaj mora televizionet, shumë. Me sa mbaj mend, me sa më kanë treguar, unë në fakt nuk kam qenë, unë jam bashkuar Top Albania Radios në skuadrën e saj të re në Piramid, jo në 14 shkurtin e 98-s atje tek VV Center. Por kam dëgjuar, nëse nuk gaboj, uroj shumë të mos gaboj, që kënga e parë që është plejuar në Top Albania Radio ka qenë Frozen nga Madonna, në mos gaboj. Dhe me që jemi në këto ujëra dhe me që kujtuam Top Albanian e parë, transmetojmë për Arditën dhe për gjithë dëgjuesit Frozen, Madonna. Frozen. Back to the beginning. Miq të dashur, për të gjithë juve që sapo jeni të vendosur në frekuencat tona, jeni në Top Albania Radio, ndoshta ju nuk na keni ndjekur nga fillimi, kështu që unë përfitoj nga rasti të bëj një përmbledhje të shkurtër fare. Unë jam në studio me Ardita Mullajn, prezantuesen historike të qendrës së viteve 90 të Radio Televizionit Shqiptar, e cila na thoshte çdo mbrëmje, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Ky është programi në vazhdim. Pas pak do të ndiqni edicionin qendror i live-eve. Ka pasur një impostim. Ka pasur një impostim, prezantimi i RTS-s, që edhe sot, nëse dikush flet me zë të impostuar, bëjmë këtë krahasimin, po flet si në RTS. Çfarë ishte ajo? Ishte një sjellje televizive e mësuar, pra mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Kjo është shumë e vërtetë. Kjo fjala pak si e kënduar. Më pëlqeve që e kafe, po megjithatë unë kisha Çfarë mos ta kap, ajo na ti komo të vesh gjithkohës. Po jo, sepse edhe mua këtë ma impostuan, po megjithatë unë kisha një dëshirë për unë dëgjoja shumë median italiane. Mediat italiane, i dashuroja mediat, hit paradin, këngën, edhe isha shumë e fiksuar dhe me speakerët e kohës, sepse ata kanë një të mirë që i ruajnë speakerët, e ruajnë imazhin. Dhe kur dinin ato zonja të nderuara,
me atë delikatesën e bukur, njëra hiqte vinte syze, tjetra flirtonte bukur në ekran, mënyrën se si ajo e jepte atë programin, unë rija dhe I shikoja gjithë admirim. Dhe gjithmonë jam munduar të kisha këto lloj qasje, mos isha si gjithë të tjerat që dinin të postuar gati të ngrirë dhe që ishtin, dhe sa do ata të mundoheshin që unë të rria, mi mbrëmë të, më natyrshëm më vinte që të komunikoja edhe me portretin tim. Edhe pse duhet të mi mbrëmë të ndëruar shikues, nisim programin e pasdites me emisionin e MFM-ive, pas pa vazhdoj me dokumentarin Enciklopedia Kudion, në 20:30 do të lidhemi drejt për drejt me Pallatin e Kongreseve, pasi vjen ata e pa fusja element të mia, sepse isha unë, dhe nuk doja që të kuadratohesha në atë stilin tipik të TVSH-s. Kështu që prandaj ndoshta ishte edhe një lloj risie për kohën, sepse ka qenë periudha më e bukur se atëherë zgjidhesha edhe për të bërë koncerte të jashtë, për reklama, për imazhe. Në kohën kur punoja me Kolonel Bunkerin, kishte ardhur një grup nga Zvicra dhe rastësisht më shohin dhe një nga ato bobinat e famshme, edhe ai thot, "Stop, can we see this girl?" A mos më kishte thënë njëri, "Po," I than ato. Nga Kolonel Bunkeri me filmin Katastrof, ku ishte I tmerrshëm, se produksioni I tmerrshëm, zgjidhem për të bërë një reklam dhe kemi bërë në Mediaset në atë kohë. Dhe unë zgjidhem thjesht për të thënë përshëndetjen dhe për të thënë filmin e radhës. Tani do japim filmin këtë. Del Monika Zguro, ikin drita dhe thot, "E keni pagu faturën e energjisë elektrike?" Kjo ishte reklama. Unë pata 10 veshje të ndryshme, me imazh të ndryshëm, me një tjetër që tani Mediaseti, kthehesh këtu, te rrotëshëja jonë e famshme, e dashur, sepse ajo na lançoi, po prap me atë varfërinë e saj ti kishte dy ekstreme, një ardit e kuruar nga Mediaseti që u çoroditën dhe njerëzit, ore s'po marrin vesh, ti po jep filma shumë të mirë dhe na del këtu, na del atje. Po kjo pra ishte gjetja e këtyre prandaj më sjellën që të çorodisin, dynjan atje. Po ishte shumë e bukur ishte një nga eksperiencat shumë të bukura që kam bashkë, sepse duke prekur dhe Mediasetin edhe Rai, ti shikon një qasje komplet. Mi fjalë siç është sot topi, un kam parë Mediasetin edhe në kurimin e imazhit, edhe në mënyrën se si të duhet të dalësh, është ajo ëndra që ti thua, që kur e vogël, kam qejf ta prek, kam qejf të takoj, kam takuar Lili Gruberin. Për shembull, Lili Gruberi ishte një nga ikonat e lajmit që shumë personazh të RTS-s, të TVSH-s asaj kohe edhe imitonin. Ama Ilvatara imitonte atë, e dim të tërë. Ai shumë e donin si dhe unë rastësisht e takoj. Dhe them, "Amanda, mund ta bëj një foto me ty sepse ka shumë personazh që moderojnë lajmet dhe të kanë lidhur." Me atë natyrën e saj komplet sportive, të rahat, janë shumë rahat njerëzit andesë. Shumë qef të kohë. Me fjalë, unë kam një filozofi në jetë. Zgjidhe shoku më të mirë se veten dhe nuk ka kënaqësi më të madhe të rish me njerëz që ti moson. Dhe këta njerëz që janë rahat me veten, pikërisht të zgjedhin ty për ato dy vlera që ke dhe ta japin me shumë dashuri edhe eksperiencën tënde. Se këtu tani ke frikë më prezantu se shohin bazuri vendit, këtu është e hapur çdo gjë. Prandaj unë ndoshta kjo ka qenë filozofia e jetës time dhe kam ecur me atë natyrën time, sepse njerëzit më kanë marrë për atë që bëja pa u bërë agresive gjë, pa u bërë agresive në gjë. Kështu që kjo ka qenë filozofia dhe me këtë filozofi vazhdoj edhe sot e dashur Kozeta. Me thënë drejtën, kush është I aftë I suksesshëm, nuk ka probleme në jetë. Pra ti e ndjen atë rahatin e tjetrit, dhe ai tjetri nëse ty të merr për 1-2-3 arsye, as ta atakon as ta bën. Do bie shumë dakord me ty. E marr Arditën sepse Ardita më bën punën. Kaq. Se këtu tani meritokracia ka iki çik dhe ne kemi nevojë, prandaj edhe privatët janë sot. Se tash shteti është pak I vështirë, ti e di këtë, se ke eksperiencat e tua dhe I kam më I motor, I kam. Megjithatë vërtet bie shumë dakord me ty sepse një njeri, un kam thënë gjithmonë për njerëzit e aftë, janë metaforikisht gomerët që mbajnë drut në dasëm. Sado që të ketë nepotizëm, sado që të ketë mungesë meritokracie, diku në një vend disa njerëz që duhet të punojnë do jenë aty se s'bën, kështu që një njeri I aftë për shkak të barrës së druve që do të mbaj, diku do ta qejmë se s'bën veten e vet. A do punoj që të ushqejnë edhe 10 të tjerë? Po, është e vërtet, do punoj, po të paktën për veten e vet nuk do mbesi asnjëri jashtë sistemit. Në tërë këtë fam, popularitet të menjëhershëm të këtyre viteve për të cilat neve folëm, kthehemi po themi 10 vjet më vonë, ku lufta është e madhe, ku konkurenca është e madhe dhe ku vëmendja ndaj një personazhi bie.
Absolutisht. E ke jetuar ti këtë moment? Kam jetuar dhe me thënë të drejtën nuk e kam përjetuar, sepse mendoja që çdo kohë ka kohën e vet. Tani ti ishe i mash, mbaroi koha jote Ardita. Dhe unë kam vazhduar normalisht me produksione, kam punu shumë në produksione të ndryshme, spektaklesh, emisionesh, kam bërë PR, kam organizuar, kam bërë marketing. Pra, jeta ime vazhdoi në tjera fusha, po pa e lënë asnjëherë televizion. Brenda fushës, po në të tjera deg. Mi fel kam qenë backstage, gjithmonë backstage, më merrnin për një reklam, për një dublim, se i kisha shumë qef, edhe me Topin dikur te Digital bëja shumë herë dublime, se i kam shumë qef këto dublimet narrative. Dhe rastësisht me të thënë të drejtën jam kthyer sërish në ekran. Nga një reklam dyshekësh. Bëra një reklam dyshekësh, rastësisht se kisha nevojë për lekë, tash okay, po bëj. Ata kishin një qasje italiane të pastër, minimaliste, të bukur, dhe tash okay, qoftë është kështu, pastaj dyshekët vazhduan. Aty pash feedbackun e njerëzve, wow, pse nuk kthesh ti në ekran, dhe i kujtova pikërisht kohën time. Dhe mbeta tash, wow, më dashka njerëzit akoma. Dhe kjo ishte një mënyrë që të fillova të mendoja, ore prit tani se unë që kam një personazh që u pëlqej. Dhe kështu vazhdoi, po rastësisht se ti troket në përdyer, po ndonjëherë ato dyert nuk të hapen dhe ose të hapen me shumë vështirësi. Kështu që edhe hyrja sërish në RTS ishte po prapë rastësishme dhe me sa duket ka një zot që të ndihmon ka se ndonjëherë unë jam natyrë jo shumë luftarake, them kur të mbyllet, kur të përplaset ajo dera në fytyrë, o Lara, nuk është destino e jot. Po Zoti ta sjell destinën në një farë mënyrë, është ajo që thua ti. Nëse vjen ajo gjëja. Do vinë një moment. E nisi si një prezantuese e programit javor në vitet 90 dhe aktualisht në të tashmen e sotme ne flasim për program të ndin ti drejton ose pak ndër para pak kohësh ke drejtuar një podcast retro që është i ngjashëm është i ngjashëm me këtë që po bëjmë bashkë, sepse në përgjithësi rrëfimi i kujtimeve sido që ta ketë emrin është i ngjashëm, nëse flitet për kujtimet mund të jenë të ndryshme, por forma është e njëjta. Dhe drejton lajmet. Po, tani unë jam prej 5 viteve speaker e lajmesh, po. I ke qef të dyja këto ky njeriu kreativ. Jo, okay, programi është ndryshe, por skematika e lajmeve që ty të bën jam një komplet Ardit tjetër. Mi fal kush më njeh, pra ndoshta është kjo puna që kemi bërë në shkollë, metoda Stanislavski da hyka pra. Në punë një ditë edhe ajo. Dhe ti thua, si ka mundësi të shohësh dy Ardita kaq ekstreme? Në retro, unë jam vetja ime, unë shpalosem, unë flas, unë xhongleroj, unë e sjell spontanitetin në bazë energjisë së tjetrit ose ngacmoja në gjërat më të mira për cilat. Tek lajmet ti je një gjë e ftohtë, kornis, del aty, informon, mbaron, me një buzëqesh të lehtë dhe kaq. Mi fal kam dy ekstreme të Arditës. Dhe është shumë latron. Për një moment unë kam parë e dikush shëndra ime më e frikshme që kam parë Ardita në gjumë, realisht, kam qenë në gjumë, ëndër prej vërteti. Kozeta Kurti duke drejtuar lajmet. Por çështje etike nuk po e them, po shikoja në lajme sikur ishte larguar, ishte ndarë nga jeta, një personazh i njohur i jetës publike në vend. Dhe sikur në korridoret e një televizioni kisha mbet vetëm unë. Edhe më thanë që duhet të dalësh ta thuash ti se s'ka kush ta thotë. Sado lufta e brendshme, unë nuk mund të bëj lajme si kam bërë kurrë. Dhe më thon po do ta thuash se do na dalin të tjerët përpara, se kam edhe atë fiksimin që televizionet vuajnë, janë të gatshëm të ndryshojnë edhe orën, vetëm që të deklarojnë se kanë qenë ata të parat që kanë dhënë një lajm të caktuar, dhe kam parë veten në një moment në një tavolinë lajmesh ku them sot është ndarë nga jeta në mënyrë të papritur, kam hapur syt dhe kam thënë, okay, që ka një ëndër mëngjesi, nuk bëhet realitet kurrë, sepse më zhdukur shumë, e kam parë në ëndër dhe më zhdukur sikur më është bllokuar fryma nga të dhënat e lajmeve. Nuk e di pse e kam menduar gjithmonë veten shumë larg kësaj historie. Ti je njëri energjik, ti je njëri që do t'japësh, nuk futesh ti në kuadrat asnjëherë, nuk ka shans të futesh ti njëri në kuadrat. Do të pyes si çfarë ndryshesh ëndra me lajme. Është interesante, pra subkonscienca të ka çuar atje për të provuar vetë dhe e pe që ti nuk je. Pak e preke në ëndër e preka. Dhe e preke me vuajtje. Se të imponuan që ta bësh lajmin. Interesante. Pra do dalësh s'ka kush ta thotë, do dalësh ti.
Do të dëgjojmë çfarë mund të dëgjojmë nga vitet 90. E di çfarë do të dëgjojmë nga vitet 90, një këngë që bëri ndryshimin, që u konsiderua si kënga epicëndër e ndryshimit të sistemeve në bllokun e lindjes, u këndua për herë të parë në Rusi në vitin 89 dhe u bë simboli i ndryshimit, siç ka edhe titullin, era e ndryshimit. Scorpions do të dëgjojmë Wind of Change. Yeah. Back to the beginning. Ka kaluar pjesa më e madhe e takimit të Back to the Beginning për këtë mbrëmje. Jemi me Ardita Mullajn. Faleminderit që keni bërë zgjedhjen tuaj më optimale të mundshme duke na ndjekur në Top Albania Radio, po edhe në kanalin 10 në Digital. Ju kujtoj që këtë program mund ta aksesoni në platformën e Top Albania Radios në YouTube kurdo që ju të dëshironi. E di si është puna kur ti udhëton edhe dikush flet me ty në radio. Unë gjithmonë kam pasur qef radio që dëgjohet. Sot ne jemi në korat që radio edhe shihet, megjithatë nuk ka asnjë problem. Por gjithmonë kam menduar që kur dikush flet në radio dhe ti je duke udhëtuar me makinë apo je vetëm, të krijohet një ndjesi sikur ai njeriu në radio po flet vetëm për ty. Ti harron që në këtë moment po dëgjojnë edhe ca njerëz të tjerë. Krijohet një lloj marrëdhënie, një lloj kimie shumë e habitshme që e bën folsi në radio të rrëfehet. Unë kam vënë re në këtë program Ardita që njerëzit nuk mendohen për të thënë çfarë. Janë shumë të hapur, janë shumë të sinqertë, nuk e vrasin shumë mendjen si do dalin nesër nëpër shorca, çfarë do presin, çfarë titull do vendosin, sepse ndoshta kjo është magjia kur nuk e shohim që dikush po na sheh. Është vërtet, sepse e ke menduar radion me kohë të plotë, domethënë radion vetëm radio? Radio është një nga pasionet më të bukura për çdo njeri, sepse radio të formon, radio të sjell, të krijon elokuencën, kështu që radio pa diskutim. Unë me radion e nisa në televizion, me fjalë, fillova iku dikush edhe më thanë duhet dalësh në radio. Thjesht zëvendësova për një kohë të shkurtër, por e bëra atë punën. Por gjithmonë radion e kam shumë dashuri sepse është shumë intime. Pra ti flet, komunikon siç the me atë njeriu që është në makinë dhe ti mendon që ai flet për ty, po ndërkohë siç flet për atë, flet për shumë zëra, për shumë vesh që të dëgjojnë. Është shumë e vërtetë sepse pikërisht ka këtë intimitetin, ka këtë bashkëbisedimin e ngrohtë. Aq më tepër që programi yt që ti ke zgjedhur është kaq i ngrohtë, kaq nostalgjik sepse është i ngrohtë vetaj se ka kujtimet brenda. Po ka kujtime dhe ne ato kujtimet na mbajnë se kemi nevojë për emocione, dashur Kozeta. Emocionet sot janë bërë shumë të pakta, kështu që fakti që neve një gjë na jep emocion do thotë që është gjë e bukur, kështu që kujtimet janë pjesë të përditshmërisë tonë, edhe të emocioneve, edhe të gjërave, sepse unë nuk jetoj dot pa emocione. Mirë, keq, njeriu ka nevojë për emocione, po kam përshtypjen edhe ti të njëjtën gjë, sepse fakti që bën shumë punë merr satisfaksione. Edhe monetar, por edhe të realizuar, sepse ti bën edhe emisionin, edhe që ke zgjedhur të bësh një koncert ose koncerte të ndryshme ku folën, po në fund janë një emocion, pra ti përçon një mesazh, jep një gjë të bukur. Pra nuk je ai tipi që duhet klikosh patjetër, siç ndodh sot, se sot është bërë klikim çdo gjë. Dosha ne jemi brezi tjetër dhe se kuptojmë dot klikimin, po gjithsesi. Ne jemi duke folur për emocionet. Unë ty Ardita ku nuk të shoh. Të shoh të ndjekësh faqet e teatrit, të shoh të ndjekësh faqet e operës, të shoh në koncert, të shoh në evente që të ftojnë edhe tregon respekt ndaj organizatorit, ndaj unë të shoh ty kudo. A mund të themi se Tirana, me që ne jetojmë këtu, Tirana është e mbushur me këto ngjarjet apo Tirana ka pak ngjarje sa duhet shkosh tek të gjitha që të ndjehesh i plotësuar? Tirana ka shumë ngjarje, por unë i zgjedh ngjarjet e Tiranës. Pra, aty kur mua një gjë më pëlqen, unë duhet shkoj. Për shembull, nëse kishim prelocën tani që ishte Dancing International, nuk mund ta lija kursesi sepse unë kam shumë qejf dancing kontemporan. Më pëlqen në përgjithësi kontemporan. Nëse vjen një produksion i huaj, një shfaqje shumë e mirë me një regjisor që sjell një risi, patjetër që duhet shkoj sepse marr, informohem, edhe emocionin, nëse një shfaqje ka aktor dhe drama në vetvete është shumë e mirë, patjetër nëse më vjen një instalacion. Pra, unë pa këtë nuk ekzistoj, me fjalë. Unë mundohem të gjej një ekuilibër të jetës time me emocionet që unë zgjedh ti shoh. Kështu që edhe shfaqjet, edhe koncertet, edhe janë i zgjedh, nuk mund shkoj dot sepse Tirana të ofron shumë, po duhet kesh inteligjencën dhe shijet e tua personale. Preferoj në i film, në i dokumentar, në i muzikë të mirë, dhe i libër të mirë. Kështu e mbushun pak të në kohën time. Nuk mund të rritë bëj zapin edhe të dëgjoj kakofonine. Dokumentar, film, në i muzikë të mirë, pra, edhe në i libër, edhe libri, okay.
E kisha fjalën që po, kam dhe pasionin tjetër. Nuk ka program, nuk ka emocione. Të shijoj perëndimet. Edhe këtë e kam një nga mrekullit. Të lutem shumë. Në detin e kam një dashuri shumë të madhe. Dhe ti me shumë fat që e ke detin. Ti flet me një dursake që mund të udhëtoj nga Tirana deri në Durrës edhe vetëm për 5 minuta të perëndimit, edhe nëse nuk kam kohë të qëndroj më gjatë ose të takoj familjarët e mi ose të shoh shtëpinë time, mjaftojnë ato 5 minutat për të restart, pra hatër trafikun e Tiranë-Durrës dhe pastaj në Durrës-Tiranës, vetëm për ato 5 minuta, sepse unë kam thënë gjithmonë, jo se është qyteti ku unë kam lindur, po nuk besoj se ka perëndim më të bukur se Durrës. Absolutisht. Dhe unë që nuk shihet pas Manesh, nuk shihet pas Shkodrës. Do javë duhet të shkoj qoftë në Qerret, qoftë në Gjirin e Larzit. E para ajo që më qetëson mua, më relakson, ajo, sidomos tani që sa kemi ato fluksin e madh të turistëve. Ti dëgjon ato valët e detit dhe pastaj të vjen ai perëndimi si një val e madhe, ngjyre, për mua ajo është sublime, është gjë më e bukur. Pra unë kur e marr këtë mbushëm, pastaj filloj javën time të zakonshme, të monotone, me ngjarje, me gjëra që s'ka. Kështu që këto janë elementët që mundohem që të kënaq veten. Dhe shqyr që janë. Do të bëj pyetjen e fundit dhe të parën filozofike që është pyetja kyç e këtij programi. Çfarë është koha për ty, Ardita? Do me thënë, kjo koha që ka ikur, a është një humbje tek e cila shpeshherë nuk e ke kapur stacionin e dur ose autobusin e dur në stacion, apo është një libër i mbushur plot me përvoja që nëse nuk do kishte kaluar koha, nuk do i kisha as këto përvojat. Shkurt mohabeti, ti e feston ditëlindjen apo të mërzit ditëlindja? E festoj. Jemi njësoj komplet. E festoj, pa diskutim që e festoj. Jam natyrë që dua ta festoj, të mbledh dy mish, të bëj gëzuar, edhe pse koha ecën. Por për mua është kjo e dyta që koha, nëse ka eksperienca me shumë gjyra brenda, është e jetuar mirë. Nuk jam natyra që të rend mbas atij trenit. Mund të futem te autobusi te stacioni gabim, po e kam atë shkallësinë që të kthehem pastaj që mos shkoj shumë larg. Mos shkoj shumë larg dhe mos mbytem tek ajo gjë që nuk është e imja. Ti ke dëgjuar shumë shpesh, unë jam shumë i sigurt për këtë, koha për ty ka mbetur në vend, si ka mundësi, se kjo është e vërtet, ti këtë e di, domethënë pavarësisht sa modest mund të jetë njeriu brenda vetes, mund të tregohet modest me gjithë të tjerët, por para pasqyrës me veten, është një njeri i vërtet. Dhe unë e bindur që kur ti she veten tënde në pasqyrë, ti e kupton që koha nuk ka lëvizur shumë shpejt për ty. Dhe megjithatë, vitet, koha ikën. Shenjat e moshimit të plakjes në një moment të caktuar, të trombin? Absolutisht. Jo, nuk e kam problem. Se ka shumë njerëz që kapin 50-at, tash e kemi kap gjysmë shekullit dhe nuk e kam fare për problem ta them. Ti bëjmë llogaritë matematikë se nga 90-ta, shikoj, isha e vogël atë kur 16 vjeç, 17 vjeç. 18. Okej. 17-18, po. Ta thash, me fjalë, në momentin që ti ke jetuar gjëra të bukura dhe bësh nostalgjike për kohën, ti thua paktën nuk kam jetuar, paktën nuk kam marrë ca emocione, sepse sot ne rendim mbas sipërfaqësores, rendim mbas klikimit, rendim mbas celularit mirë, veshjeve, pra jemi bërë shumë sipërfaqësor, nuk jemi bërë materialist dhe jemi bërë makutëri, duam gjërat shumë shpejt. Dhe ajo neve na përfaqëson, na jep statusin. Po jo, njeriu ka nevojë për atë thellësinë e vet, ka nevojë të gjejë një raport mirë me veten, të jetë modest, të jetë humble për të mirat e jetës, të jetë mirënjohës, sepse në fundit jeta kjo është. Dhe her pas here dhe kur dal në pasqyrë dhe i them vetes, Ardita, punë e madhe, ti ke jetuar të paktën, gjërat lëvizin, ne nuk kemi pse unë kam pse të bëj. Edhe tani mundohesh të ngatarohesh me një gjë, të kapësh një gjë, ta mbushësh veten tënde, ta gjesh një mënyrë që ti mos ta lësh të zhytesh në atë monotoninë të tmerrshme ose në atë shëmtinë, se ndonjëherë të rëmbende ky toksiciteti dhe unë mundohem ta shpotoj veten, me thënë drejtën Kozet. Ta thash, ajo ecja buzdetit, ai perëndimi, një muzikë e mirë, një shfaqje e bukur më bën të iki nga shëmtia dhe boshllëku që kemi rreth vetes. Se tani ne bëj lajmet për shembull, lajmet do kushtojmë japin një satisfaksion të madh. Pretendoj që tani sërish retron me personazhet e mi që kanë sjell gjëra të bukura në jetë, kanë çfarë të thonë, sepse prandaj ne i mushojmë kësaj gjës retros, sepse ka emocione të bukura, ka përjetime të mira. Ka çfarë të thuhet, nuk ka nevojë të shpikësh. Tani unë nuk e di çfarë do thonë këta, se është dhe brezat, por gjithatë më pëlqejnë që brezi ka një
ka një qasje interesimi ndaj asaj që ka ndodhur, si kanë jetuar prindërit, si kanë jetuar motrat, ose si ka qenë koha, ose filmat, siç kanë qenë, fotografitë tona. Ti ke vënë sot që në Facebook ose në Instagram ka një qasje që edhe në përbot që sjellin muzikën e mirë të viteve 80, të viteve 90, ka gjithandej sjellin këtë, e kanë sjell si risi, ose fotot atëherë, ose përjetimet, ose kur ishim të rinj, ose kur ishim të vjetër. Ke Dua Lipën që në vitin 2025 por rikthen stilin retro në muzikën e saj. Kështu që shpeshherë kur unë dëgjoj, e dëgjoj her pas here, kjo gjë nuk më pëlqen se është retro, nuk e kam kuptuar asnjëherë se çfarë mëkati është i është retro, dhe e them gjithmonë këtë shembullin e Dua Lipës, që është një yll ndërkombëtar i momentit që ka sjedhur të bëj një stil retro në performancat e veta. Ardita, kjo ka qenë një intervistë shumë e bukur. Edhe për mua, dhe të falenderoj që isha e zgjedhur. Ne kemi folur me Arditën shumë kohë më përpara, në Parim për ta bërë këtë program. Në një koktejl jemi takuar. Të komplimentova se thash ke prekur atë emocionin e bukur që ne kemi nevojë, dhe të do vish kur të duash. Edhe erdhi shumë shpejt. Erdhi me një telefonat, nuk është nga këto personazhe që thot, po të shoh një email, të shoh agjendën dhe pastaj ta vlerësojmë situatën. Shumë faleminderit që ishe këtu. Të falenderoj Koze dhe suksese me këtë program simpatik që ke. Have you ever really loved a woman? Meet Love, do të dëgjojmë tani.